Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadyihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Elusim Allahun të na mëson të dobishmen, të na sjell dobi nga ajo që mësojmë dhe elusim Allahun xheleshanu të na shton ilmin, na shton diturinë. Vëllezër, kësaj radhe do të flas për një çështje shumë interesant, për një hadith i cili është madhështor, hadithin të cilin e ka nxjerrë Imam Ahmedi në Musnedin e tij, po ashtu edhe Hakimi Mustadrekun e tij. Sheikh Albani e ka radhitur dhe ka klasifikuar këtë hadithin në silsilen, zinxhirin e haditheve të sakta, e ka konsideruar se hadithi është hasan. Këtë hadith, këto si Imam Ahmedi, po ashtu edhe të tjerët, e përcjellin nga Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, ku Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu thot, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna lil masajidi autaden. Me të vërtet, ka thonë Muhamedi a.s. xhamit i kanë shtyllat e tyre. Pastaj vazhdon Muhamedi a.s. al malaikatu julasauhum fa in ghabu yaftaqidunahum wa in maridu aaduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. ثم قال صلى الله عليه وسلم جليس المسجد على ثلاثة خصال أخ مستفاد أو كلمة حكمة أو رحمة منتظرة. Muhamedi a.s. thot, xhamiat apo sicila xhami i ka shtyllat e saj. Dikush thot, afërmendes është patjetër xhamiat me pas shtylla, por arsye se pa shtylla nuk mundet xhamiat të qëndrojnë në këmbë. Muhamedi a.s. shtyllat e xhamisë tu në këtë hadith nuk ka folë dhe nuk i ka pas për qëllim në atë kuptimin kuptimin fizik. Do me thonë se pa marrë parasysh xhamiat të cilat kanë themelin e fortë, kanë shtyllat e mëdha, janë xhamia që thuj edhe kur dridhet toka, ato është vështirë me i rëzu apo me i dridh. Se ka pas qëllimin për këto Muhamedi a.s. se shumë xhamia të tilla ka, por janë pa xhamate. E Muhamedi a.s. ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna lil masajidi autaden. Me të vërtet, sicila xhami ka shtyllat e saj. Pastaj tha, al malaikatu julasauhum. A e dini vëllezër për cilët i ka pas qëllim Muhamedi a.s. se janë shtyllat? Xhamatin e rregullit të xhamis, atë e ka pas qëllim se ato kanë thonë janë shtyllat e xhamis. Xhamatliu i cili është i rregullit në xhami, ajo është shtylla e xhamis. Ato e ka pas për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur thot inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ahadan illa Allah. Xhamiat i mirëmbajnë, xhamiat shtëpiat e Allahut, kush i mirëmbajnë? Besimtarët të cilët besojnë në Allahun, ditën e gjykimit, e falin namazin, e japin zekatin dhe nuk i frikojnë askuj përveç Allahut subhanahu wa taala. Me të vërtet vëllezër, këtë hadith kur e kom shkru në me thonë fletoren time, me të vërtet janë gëzu shumë miqtë të mëdhenja. Pejgamberi alayhis salam jep në këtë hadith thot, inna lil masajidi autaden. Me të vërtet xhamiat i kanë shtyllat e tyre. Pastaj thot, al malaikatu julasauhum. Ato shtyllat e xhamis janë xhamatliu i rregullit. Ato le ta dinë se kur ulen xhami bashkë me ato ulen edhe melekët. Kur çohen ato prej xhamie edhe melekët çohen me ato. Shiqoni tash 3 gjëra i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, in ghabu yaftaqidunahum. Nëse këto xhamatlit e rregullit mungojnë ndonjëherë në xhami, ajo është i rregullit xhami për sot s'ka ardhur. Shiqoni vëllezër, in ghabu yaftaqidunahum. Nëse ato mungojnë, melekët shkojnë i lipin ku filani. S'ka ardhur sot në xhami, se melekët janë mësuar me këto persona. Gjithmonë me këto ecin. In ghabu yaftaqidunahum wa in maridu a'anuhum. Edhe nëse sëmurën ato, melekët shkojnë i vizitojnë.
Që ai I cili e viziton shtëpinë e Allahut xhelleshanu është I rregullit I xhamisë, o xhamatli I rregullit. Kur mungon ai, edhe nëse neve nuk na kujtohet ku është filani, melekët thot Muhamedi alayhis salam shkojnë e kërkojnë, ku mbet filani? Ku ka shku, çka është? Wa in maridu a'anuhum, edita. Edhe kur smuan ato, melekët shkojnë, wa in maridu a'aduhum, edhe kur smuren shkojnë melekët I vizitojnë. Prandaj ai I cili është I smuar dhe është xhamati I rregullit I xhamisë, vallahi nëse dikush ndoshta u ka vanu me vizit, ai ndjen një farë qetësi dhe një farë rahati, nuk mërzitet. Pse? Edhe pse nuk I shehaj, e ndjen se pranë atij ka diçka që e qetësojnë ato dhe I bëjnë atij shoqëri. Kjo mirësi e madhe vëllezër. In ghabu yaftaqidunhum, e para, nëse ato mungojnë melekët shkojnë I lipin, ku është filani, ku është fallani? Wa in maridu a'aduhum, e kur sëmuren, melekët shkojnë I vizitojnë ato. Wa in kanu fi hajetin a'anuhum, edhe nëse kanë diçka nevojë, nuk ka askush që ju ndihmon, vinë melekët dhe ju ndihmojnë atyre personave. Wa in kanu fi hajetin a'anuhum, dhe nëse mungojnë, nëse kanë ndonjë nevojë, kanë ndonjë punë, askush nëse nuk vinë që ju ndihmone, melekët e Allahut vinë ju ndihmojnë. A ka me të vërtet miqdë e madhe për besimtarët, të cilët janë të rregullit në xhamin, në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Tha Muhamedi alayhis salam I quajti këto, inna lil masajidi autadan. Xhamiat I kanë shtillat, ama I ka pas për musallin, për xhamatin e ka pas qëllimin. El melaiketu julasauhum, melekët janë bashkë me ato. Ato ulen, melekët ulen. Ato çohen, melekët çohen. A nuk ka thonë Muhamedi alayhis salam pasi që përfundon namazin, domethënë bëhet farz, ka thonë mos lëvizni nga vendi, çndroni aty. E ke fal farzin, thot Muhamedi alayhis salam, mos ik, pse si tikish? Ju ikën I le shumë të mira, thot, aty në atë moment vin një melek edhe bën dua bashkë me ti. Ti lutesh Allahut, meleku thot ja Rabi pranoja. Ti thuar Allahut për me të mëshiru, meleku thot ora Allah mëshiroje. Ti thuar Allah fal mi mëkatet, meleku thot ora Allah falja mëkatet. Qëndron meleku bashkë me ti. Prandaj është gabim që disa njerëz I falin farzet dhe me njëherë përpiqen me ik pa marr parasysh. Rive vëlla, nuk e ke obligim domosdoshëm, mos më don dikush se e ka farz. Jo, se ka farz. Por që ato mirësi që meleku vjen atje, mund thot, po a mund vjen ai meleku edhe mas I fali sunetet, Muhamedi alayhis salam e ka cek te farzet, kur përfundon namazi farz bëhet fjala, aty vin melekët. Pastaj vazhdon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, jalisul masjidi ala thalathati khisal. Ai I cili vjen në xhami dhe është I rregullit në xhami, I ka 3 cilësi apo I ka 3 mirësi. Thot, akhun mustafad. Një vllatri ai ka me e bo. Kishe ti punë për një çështje, nuk e din kush me ta krij atë punën. Tu bisedu, thot po unë kam atë profesion, mos ki grajla, unë ta krij atë punën. Akhun mustafad, përfiton një vllatri në Islam. A di çka do thot me pas një vllatri në Islam? Kjo është vëllezër me të vërtet një pasuni shumë e madhe. Shoqoni ato njerëzit të cilët nuk kanë vëllezër në Islam. Kur kanë vështirësi apo kur kanë punë të mëdha, nuk mundet atyre askush me ja kri. Ato që kanë vëllezër të vërtet në Islam, akhun mustafad, e përfiton një vllatri në Islam. A beson ne këtu që sa vetë jemi? Gati sicili prej neve këtu çka jemi, çka e njohim njëri tjetrin, gjithë janë njoftuar në xhami. Unë haxhiu për herë të parë kur pa në xhami, haxhiu këtu gjithë në xhami, me gjithë vëllezërit që më njoftuan në xhami, edhe ato me mua, edhe ti me ato të tjerët. Akhun mustafad, au kalimatun tayyibatun, ose një fjalë të mirë. Au kalimatu hikmetin, ose do ta ngjesh një fjalë të mençme. Prandaj vëllezër, kur thot Muhamedi alayhis salam fjalë të mençme, tonaj të rrek vërejtën që në xhami mos më fol fjalë të ndita, mos më fol fjalë të kota, mos më fol fjalë të këqija, mos me pas gibete, se nuk e ka vend, gibeti se ka vendin askund. Gibeti nuk e ka vendin as te vendi më I fllihçët, ku shkon njëri ta krinë nevojën, e në xhami mos diskutojnë. Au kalimatu hikmetin, apo e mëson një fjalë të mençme, në xhami, ose tha Muhamedi alayhis salam, au rahmetun muntadhiratun, ose çka? Ose e pret mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ku është mëshira e Allahut? Mëshira e Allahut xheleshanu dihet se është në xhami, por aty më e madh është kur një besimtar e ka fal një kohë të namazit dhe pret vjen koha tjetër e namazit. Kjo është ajo mëshira më e madhe e Allahut subhanahu wa taala, të cilën ai e derdhën në xhami, kur besimtarët rrin presin, e kanë falë një namaz
dhe e presin namazin tjetër të vjen që ta falin ato ku te shtëpia Allahut subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër, mbani mend këtë hadith i cili është me të vërtet hadith madhështor.